konsensus në Këshill apo përballje politike? Përballje. Autoritet me qetësi apo autoritet me forcë? Me qetësi. Profili ulët apo protagonizëm? Protagonizëm. Vendime teknike apo vendime politike? Teknike. Strategji konservative apo inovative? Inovative. Fokus te performanca apo tek mirëqenia? Mirëqenia. Stabilitet personal apo sfida profesionale? Sfida personale. Politik me zemër apo me llogaritje? Me zemër. Përshëndetje. Është kënaqësi e veçantë që rishihemi në këtë episod të radhës të Vox Politics. Është një podcast të cilin e kemi ndërmarrë për t'i dhënë zë grave dhe vajzave në politikë dhe vendimare, atyre grave dhe vajzave të cilat janë drejtuese, të cilat frymëzojnë dhe të cilat japin një kontribut të jashtëzakonshëm për shoqërinë. Pikërisht për ta dëgjuar pak më ndryshe zërin e tyre në një bisedë të këndshme, në një bisedë ku ato flasin për veten dhe ku shpalosin të gjitha kontributet që japin ditë pas dite edhe në përditshmërinë e tyre, edhe në profesionin e tyre, por sidomos në politikat e në vendimarrje. Sot kam një kënaqësi shumë veçantë që të kem në këtë podcast të ftuar njëri që mua realisht më frymëzon. Dhe është një nga gratë e cila është e realizuar jo vetëm në politikë dhe vendimare, por vjen nga fusha e arsimit dhe është një mikesh shumë e mirë, Suzana Numani Rama. Faleminderit që je këtu me ne sot. Të falenderoj shumë Edlira për ftesën. Të takohesh me ju është kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Dhe faleminderit për këto fjalë kaq të bukura, prezantimin kaq të bukur. Është gjithmonë kënaqësi dhe realisht puna që ti bën është e jashtëzakonshme sepse unë e them gjithmonë që investimi në arsim është një nga investimet më të rëndësishme që ne mund dhe duhet bëjmë në shoqërinë shqiptare, sidomos sot, kur të rinjt kanë më shumë se kur nevojë për të ndjerë jo vetëm mbështetjen akademike, se këto janë po se mund të kesh, mund të dish të bësh matematikë etj, po mbi të gjitha mbështetjen e një komuniteti i cili është aty për ta, që të ndjehen mirë, të ndjehen të mbështetur dhe të ndjehen që kanë realisht diçka për të dhënë në shoqëri nesër. Kështu që është një kontribut i jashtëzakonshëm për mendimin tim. Është e vërtetë, Edlira, unë kam 35 vite që punoj në arsim, është një profesion që e kam dashur dhe kam studuar për degën që gjulet arsi, sepse në ato vite nuk para kërkonin për mësuesi, por unë kam zgjedhur me shumë pasion dhe me shumë dëshirë. Mbase ka qenë kjo që i matë më merrte me vete në shkollat ku jepte mësim, mësuesit i admiroja shumë. Edhe kam 35 vite, po 26 vite që drejtoj një institucion arsimor privat, Shkollën Numani në Fier, që nuk është e thjeshtë, por fal pasionit, këmbguljes, përkushtimit, ja kam dalë shumë mirë. Dhe realisht e mund ta them këtë, kemi pasur disa bashkëpunime me Shkollën Numane dhe kemi parë se si nxënësit e saj janë të shkëlqyer kudo, shkëlqejnë, fitojnë, angazhohen, edhe kjo është një nga vlerat më të mëdha që atyre mund t'i japi shkolla dhe një nga mbështetjet më të mira që atyre mund t'i japi shkolla. Përgjithësinë përgatisim një bio të ftuarve tanë, je një figurë e njohur, por unë do ta lexoj për të dhënë një përshkrim të gjithçka asaj që ti bën në karrierën tënde dhe në jetën tënde, që e thash është një kontribut jashtëzakonisht shumë i madh. Suzana Numani Rama është drejtore dhe administratore e institucionit arsimor Numani në Fier, me mbi 26 vite përvojë në drejtimin e arsimit parauniversitar, nga kopshti deri në gjimnaz, e angazhuar prej dekadash në formimin akademik dhe qytetar të brezave të rinj. Ajo e konsideron arsimin mision dhe përgjegjësi shoqërore. Institucioni që drejton, Shkolla Numani, e ngritur me përkushtim dhe sakrificë, është dalluar gjithmonë, siç po e thoshim, për arritje të qëndrueshme dhe rezultate të larta në edukim. Krahas angazhimit profesional, ajo është nënë e 2 fëmijëve dhe është edhe gjyshe. Aktualisht, zonja Numani Rama shërben si këshilltare në Këshillin Bashkiak, duke të Fierit, duke kontribuar në vendimarrjen lokale me fokus në edukim, përgjegjësi qytetare
dhe zhvillim komunitar. Sa bukur që e nisëm me një përshkrim i cili në fakt është shumë ambicioze të përmbledhësh një jetë të tërë kontributi në pak rreshta, por një nga gjërat e bukura që neve nënat kemi krenari të themi është dhe të flasim edhe për fëmijët, edhe sidomos kam përshtypjen pasaj edhe kur je gjyshe. Jemi mrekulluar. Më thënë, tani mendoj që thoshim çfarë është lumturia, por tani mendoj e kemi arritur atë lumturinë në ardhje në jetë të nipit. Me jetë të gjatë dhe realisht ta shihoni sa më shumë, sepse nëse ka një gjë që realisht e bën botën një vend më të mirë, ata janë fëmijët. Edhe ndonse është një nga profesionet më të vështira, punosh me fëmijët dhe me të rinjt, edhe në kushte që mungon mbështetja si në Shqipëri për mësuesit edhe për drejtuesit arsimor, unë mendoj se është një privilegj i jashtëzakonshëm të punosh sepse ka një energji, një dashuri dhe një sinqeritet të cilin nuk e gjen në asnjë lloj konteksti tjetër. Ne po flisnim pak a shumë për pjesën e arsimit dhe do t'i rikthehemi, por pyetja ime që vjen natyrshëm është me gjithë këtë eksperiencë në arsim, kontribut, në një farë mënyre një lloj eksperience e cila sjell edhe rehatin në fushën e profesionit, se kur ke një eksperiencë shumë gjatë, tashmë e bën pse mendove ti futesh politikës, një fushë tjetër që e lidh edhe kontributin tënd në shoqëri duke u bërë pjesë e Këshillit Bashkiak. Është gjithmonë dëshira për t'i ardhur në ndihmë komunitetit. Duke qenë që puna më ka lidhur me shumë njerëz, e njoh shumë mirë atë komunitet, i di hallet problemet e komunitetit të Fierit, lindur e rritur në atë qytet. Dhe dëshira e mirë për të marrë vendime, për të qenë, se nuk mund t'i marrun vendimet, por për të qenë pjesë e atyre vendimeve, apo për t'i ndihmuar këta njerëz, ishte dëshira për të futur në Këshillin Bashkiak. Dhe është hera e dytë që jam në Këshill. Sigurisht edhe të qenit aty është përgjegjësi e madhe, por është dhe kënaqësi, sepse ti do kontribosh për ata njerëz, do shkosh ti takosh, do njifesh me hallet problemet e tyre, dhe të ndodh ndonjëherë dhe duke u futur aty në mbledhje në Këshill, para ca ditësh më ndodhi. Më takon një taksist dhe më thot, shikoj, thot, se ai problemi jon do trajtohet atyre, të lutem, thot, ngrije zërin për ne, sepse ne jemi nevojtar dhe kemi nevojë, thot, që të punojmë kështu taksi. Dhe patjetër që atë ditë ngrita 2 probleme, edhe punën e taksistëve, problemin e taksistëve, që për të parë me prioritet, sepse është kjo puna e makinave, viteve të prodhimit, por për të lënë atyre një hapësirë kohe, por edhe problem tjetër të një rruge që unë, kur kam shkuar të këta njerëz para votimeve, them drejtën, ishte kaq e vështirë të shkoje, dhe thosha, unë shkoj një herë, po këta që shkojnë për ditë, sepse është bërë për qytetet, është bërë për zonat urbane, por ka zona që kanë shumë nevojë, zonat rurale kanë shumë nevojë. Jo vetëm rrugë, po ka kaq shumë probleme të përditshme për ata njerëz, sa që ti duhet patjetër t'jesh e vëmendshme dhe ta ngresh zërin për ata njerëz. Është shumë e vërtet, në një nga dëgjesat e fundit, siç ti e dini, jemi pjesë edhe e punës që bëhet në Këshillat Bashkiak, sidomos me aleancat e grave këshilltare bashkiake. Në një nga dëgjesat e fundit buxhetit, pikërisht diskutoheshin problematika të cilat ishin fare bazike të zona rurale, pra uji, rrugët, dhe kishin mbetur këtu dhe nuk mjaftonin investimet për ta, për këto gjëra që realisht tashmë duhet ishin zgjidhur, sepse ne jemi një vend i cili ka shumë potencial për të bërë gjëra nga më të ndryshmet edhe në pjesën rurale të vendit dhe për t'i dhënë zhvillim edhe asaj pjese. Dhe realisht është shumë e bukur momenti kur ti je në politikë për të kontribuar edhe për të bërë zëri i qytetarëve. Realisht, çfarë bën një këshilltar bashkiak, Suzan? Pra, cili është roli i një këshilltari bashkiak
në vetvete, në një qytet, në një bashki, edhe si përgjigje ndaj nevojave të komunitetit? Unë them që ka rol të madh, po të doj ta bëj atë rol, sepse mund të jesh edhe e zgjedhur, të kanë zgjedhur, ose të kanë vendosur aty sepse ti je e bia e dikujt që mund të marrë shumë vota në atë zonë, ose i biri i dikujt tjetër, por unë mendoj që ai që i futet politikës, ai që i futet dëshirës për të marrë pjesë në Këshillin Bashkiak, duhet jetë i përgjegjshëm, mendoj unë, që ty vërtet të kanë zgjedhur ky komunitet, por ti duhet i përfaqësosh ata. Në Këshillin Bashkiak, para se të merren vendime ose para se të kalojnë në Këshillin Bashkiak, na kalon ne këshilltarëve që duhet t'i shikojmë të gjitha pikat me kujdes. Dhe aty duhet t'i jesh patjetër e vëmendshme, t'jesh e kujdesshme, që gjithçka që do diskutohet aty ti jesh zë për mirë, ose të ngresh dhe shqetësime dhe probleme për gjëra që mbase duhen bërë më mirë, ose s'duhen bërë, ose s'duhen diskutuar. Kështu që ne unë mundohem, së bashku dhe është një grup, më thonë, unë mendoj që edhe gra, se i shoh që janë të përgjegjshme, që e ngrenë zërin për gjërat dhe problemet që diskutohen aty në Këshill. Sepse është tamam parlamenti një qyteti dhe është duke i kapur gjitha fushat, kap infrastrukturën, urbanistikën, arsimin, shëndetësinë, ndotjet, qyteti ka probleme nga më të ndryshmet, kanalizimet, usjellset, pra ke kaq shumë probleme sociale, mbështetjen sociale që ti mund t'u japësh atyre njerëzve, shërbimet që mund t'u japësh atyre njerëzve që u jep bashkia, kështu që duke qenë një zë i fuqishëm, mbase nuk ndikon dot plotësisht, por në një farë mënyre ti ndikon tek ata njerëz për përmirësimin e jetës së tyre, për përmirësimin të paktën e një lloj standardi, mbase thamë që në zonat rurale standardi minimal, sepse ata njerëz janë shumë punëtor. Unë i kam parë nga afër, më zhdashur në fushata, dhe mirë është të shkojmë shpesh tek ata, se jo vetëm në përfushata, por gjejmë mundësi dhe mënyra që i takojmë. Ata janë njerëz punëtor në zonat rurale. Kam parë gra kaq punëtore që merrnin ujin larg dhe mbanin lule të oborrit tyre. Është vërtet, ka qenë shumë emocionuese. Por ata duan kushtet minimale. Ata e punojnë tokën vet, por i duan ato kushte që ti të mund të shkoj, edhe ajo makineria e vogël që punon, atje të mund të shkoj, të ketë rrugë të shkoj. Atyre fëmijët u kishin ikur. Fëmijët e tyre e normal ku mund të kthehen dot në atë zonë. Kanë mbetur shtëpia me pleq, sepse fëmijët o vinë në Tiranë, shkojnë jashtë shtetit dhe nuk kthehen. Kështu që ka probleme, mendoj gjithë Shqipëria, patjetër, sepse bëhen gjëra, por duhet akoma më shumë punë që të mbyllen edhe gjërat që janë emergjente, që janë më bazike për këta njerëz që kanë vërtet shumë nevojë. Është shumë e drejtë dhe në fakt nuk janë gjëra të vështira për të bërë dhe më pëlqen kur flasim për rolin e Këshillit Bashkiak, sepse ata që nuk e njohin dhe punën e këshillave bashkiak dhe e shohin nga larg, shpeshherë mendojnë se janë një grupim njerëzish cilët thjesht shkojnë aty dhe diskutojnë, por në fakt unë e them gjithmonë që pushteti vendor është një nga pushtetet më të rëndësishme, sepse çdo vendim që merret ndikon menjëherë në jetën e qytetarët. Pra nëse politikat kombëtare duhet kaloj pa kohë, sa të ndikojë dhe mund të mos të prekin drejt për drejt, çdo vendim i Këshillit Bashkiak, çdo punë që bën bashkia ndikon menjëherë në jetën e qytetarëve për mirë ose për keq. Dhe kjo është për mua një përgjegjësi e madhe, por edhe realisht një kontribut që mund ta japësh, edhe unë jam shumë e lumtur që ti je pjesë e Këshillit Bashkiak, sepse me eksperiencën tënde, por edhe me dëshirën për të kontribuar është një nga llojet e njerëzve që duam realisht në politikë. Po një pyetje kështu që vjen ndërmend kur flasim për politikën, po edhe për drejtimin e një institucioni, cila është e vështirë? Më e vështirë të drejtosh një institucion arsimor, i cili siç e tham ka shumë vështirësi dhe as pak mbështetje edhe në Shqipëri,
Apo ti jesh pjesë e politik bërjes edhe të ndikosh një politik, një ndryshim buxheti, të advokosh për diçka që duhet ndryshoj? Shiko, kanë kaluar vite dhe eksperienca ka bërë vetën e institucioni që unë drejtoj. Dhe më është bërë me thjesht, pavarësisht se arsimi është prioritet, arsimi është një det, them unë, pa fund, sepse ti do përgatitesh, aty ne përgatisim njerëzit e të ardhmes, ata që do të sfidojnë nesër, ata do të marrin përgjegjësi mbi shpatulla. Kështu që nuk është e thjesht, por unë mendoj që edhe Këshilli Bashkiak nuk është i thjesht. Aty unë nuk vuaj nga paragjykimet, sepse jam një grua tashmë që kam vite që drejtoj institucionin tim, jam një grua e pavarur, një grua që respektohem në fier, qoftë edhe të qenit në politikun, respektohem. Më thënë, njerëzit kur të shikojnë që jem me integritet dhe femra, gratë, respektojnë kur janë me integritet, kur janë të përgjegjshme. Por që mendoj që aty është e vështirë, sepse nëse unë dua tek institucioni im të bëj gjëra të mira, të bëj gjëra shumë bukura për nxënësit, t'i përgatis shumë mirë, bëj gjëra bashkëpunime, bëj vërtet mrekulli, por aty nuk është se bëj dot të bëj gjëra të mrekulli, sepse duhet patjetër që ti t'jesh një grup shumë i madh, duhet të ketë dëshirat e mira të gjithë, po dhe ata që e drejtojnë duhet të kenë dëshirën e mirë që ta bëjnë atë gjë mirë, të mos e bëjnë një gjë për të kaluar radhën dhe për t'i rikthyer përsëri. Një gjë që bëhet të bëhet vërtet, qoftë në arsim, në shëndetësi, në shërbime, në gjithë shka që ka ai qytet. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë, mendoj unë. Një nga mënyrat se si ne kemi dashur të vim në ndihmë vajzave dhe grave për t'i mbështetur në misionin e tyre për të bërë më shumë për komunitetet edhe në pushtetin vendor, ka qenë pikërisht ngritja e aleancave, 61 aleanca në 61 bashki të Shqipërisë të vajzave dhe grave këshilltare, të cilat së bashku shtyn nisma dhe bëjnë iniciativa nga më të ndryshmet për të kontribuar jo vetëm për gratë dhe vajzat, por edhe për komunitetin. Të kujtohet në një nga nismat, cila ka qenë nisma më e bukur që e keni bërë me më shumë dëshirë, si aleancë, po edhe si gratë të Këshillit? Unë jam dhe në bordin e aleancës kombëtare të grave këshilltare dhe më pëlqen sepse ju keni bërë aktivitete shumë, jo aktivitete, por trajnime, mentorime që ne na duhen patjetër dhe fal atyre trajnimeve dhe punës që keni bërë ju, ne jemi munduar pastaj dhe si kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare në Fier, të implementojmë dhe të zbatojmë ndonjë nismë. Pavarësisht se unë jam për vete, gjithmonë jam tek kualifikimi grave, tek mbështetja e atyre për të bërë diçka qoftë edhe artizanale, për të pasur më mirë një punë, se sa një mbështetje që do jetë për një vit ose për 2. Ne faktikisht si vjet kjo nismë na kaloi, mbështetja për gratë kryefamiljare dhe gratë që vuajnë, ku bashkëshortët e tyre vuajnë institucionet e vuajtjes së dënimit, që ato kanë vërtet nevoja. Janë vetëm. Edhe mua m'vjen mirë që kjo nismë u aprovua, u mbështet nga bashkia, nga kryetari i bashkisë, nga nënkryetaria, se ajo është grua dhe patjetër që e përqafoj me njëherë, që më them, kur ka gra, të çfarë do lloji, ka u qofshin ato, nuk ka, ato janë gra dhe gjitha ne mbështesim njëra tjetrën dhe mua m'vjen shumë mirë që kjo nismë u mora aty dhe u buxhetua. Kjo është gjë e mirë që është një lajm shumë i mirë që ne në një farë mënyrë, ajo pak është, nuk është ndonjë gjë shumë e madhe, por kështu do fillojnë, kështu do vazhdojnë këto nismat. Është në fakt ndonjëherë nuk mjafton nuk është e rëndësishme pra shuma apo sasia e mbështetjes, por edhe që njerëzit, sidomos gratë dhe vajzat, të ndjejnë një farë mbështetje qoftë edhe simbolike, sepse ndjejnë që nuk janë vetëm. Sidomos në rastin e grave kryefamiljare, edhe të zonave të ndryshme rurale, siç e tham, ndonjëherë tjetë e shumë bukur, ata punojnë vetë. Ndonjëherë duhen vetëm një mbështetje, një nxitje, një iniciativë dhe kaq. Dhe pastaj zhvillohen, unë këtë gjë të njëjtën gjë e kam parë edhe me të rinjt.
nuk duan shumë. Duan vetëm që ti t'u shprehësh mbështetjen, që ti nxisësh të ecin përpara dhe më pas ecin vetë dhe për mua kjo është një nga gjërat më të rëndësishme të politikës. Se politika shtron rrugën ku më pasaj qytetari zgjedh të ecë apo jo. Me që jemi tek pushteti vendor, një pyetje kështu që unë kam qef ta bëjmë përgjithësi. Të vjen thirrja, kandidate për kryetare bashkie, e fiton dita e parë në detyrë si kryetare bashkie e Fierit. Cila do t'ishte gjëja e parë, nisma e parë që ti do të bëje, do të ndërmerrje? Do shikoja kush është prioritet në një qytet. Ai qytet ka shumë prioritete, por ajo që vërtet e shqetëson atë qytet, unë mendoj që do e filloja nga infrastruktura, nga arsimi, shëndetësia. Ka kaq shumë, atje ka kaq shumë. Është e vërtet. Mbështetje për gratë. Gjithandej edhe është diçka interesante që kur shpesh kur bëhet kjo pyetje ty të vinë ndërmend të gjitha problematikat dhe është shumë e bukur kur drejtues më pas vinë edhe në role të tjera, sepse është shumë e rëndësishme të kesh eksperiencën në terren edhe më pas të bësh politik. Kjo për mua është një nga çelësat e suksesit të bërit politik. Duhet kesh eksperiencën, kesh qenë aty me njerëzit, të kesh njohur problematikat dhe pastaj të bësh politika në lidhje me zgjidhjen e tyre. Dikush që vjen nga jashtë që nuk e njeh terrenin, nuk arrin dot, për mendimin tim, ka shumë të vështirë të arrit të bëj politikat që realisht i japin zgjidhje problematikave. Po burimet njerëzore janë kryesore në fakt. Shumë e vërtetë. Sepse duke patur burime njerëzore, njerëz profesionistë mirë, po dhe njerëz me integritet. Është shumë e rëndësishme në një bashki, ashtu sikurse ç'është edhe në pushtetin vendor që më larg, domethënë pushtetin qendror, duhet kesh njerëzit me integritet, njerëzit që janë realisht duan kontribuojnë së bashku. Kontribuojnë. Kjo është shumë mua më vjen mirë që rjeti barazi në vendimmarrje jo vetëm për gratë, por dhe për të rinjt. Ju keni mbështetur kaq shumë gratë dhe të rinjt, saqë unë them është keni kontribuar shumë edhe tek ne, tek gratë. Keni kontribuar kaq shumë sa për mua keni bërë një mision shumë të madh dhe keni arritur shumë, sepse dhe ato kuota të juve i arritët me këmbguljen tuaj që për pjesëmarrjen e grave në dhe të mendosh që kemi kaq shumë vite që luftojmë për përfaqësimin e vajzave dhe grave, jo vetëm ne, por shumë të tjerë dhe ende është e çuditshme, shoqëria dhe politika nuk janë gati për t'u dhënë vendin që meriton pa nevojën e kuotave. Se diskutojmë shpesh që kuota është një mekanizëm artificial i cili është i përkohshëm, po ende sot shoqëria shqiptare është akoma sidomos edhe politika, është akoma në atë stadin që ka nevojë për kuotat, edhe ku gratë dhe vajzat në fakt kanë barriera të cilat shkojnë përtej përfaqësimit, ato që ne i quajmë barrierat fshehura, që nga aksesi në financa, që nga dhuna me bazë gjinore politik, që e themi gjithmonë që është gjuarrëties shumë e lartë në grave. Kjo ashpërsia që i drejtohet grave në politik, po edhe presioni publik që ka një grua për të performuar shumë më tepër se sa një burr kolegi i saj, dhe nga ana tjetër presioni që nëse një grua ndërmerr një hap të gabuar apo thot një fjalë gabuar, gratë anademohen si kategori. Ndërkohë që një burr kur e bën e ka si pjesë individuale të formimit të tij. Kështu që ka ende shumë barriera dhe prandaj unë i falenderoj shumë grasit ti dhe jam shumë krenare që vazhdojnë dhe këmbgulin të japin kontributin e tyre në politikë dhe që e kanë marrë guximin për të futur në politikën shqiptare, e cila nuk është një arenë e lehtë. Unë kam më shumë se sa 20 vite që kontribuoj në mënyra të ndryshme, jam shumë afër politikës dhe di mirë, siç e dim bashk, që është një arenë shumë e vështirë, sidomos për vajzat e gratë.
Cili ka qenë një nga vështirësitë që ti ke hasur në këtë vendimin edhe në karrierën e politikbërjes? Ka patur në një moment që ke thënë ky është një moment i vështirë? Që nga bryllat brenda partisë që ne jemi, që nga kryetari, edhe kur duan të tjerët të zgjedhin, të votojnë, kryetarët në përgjithësi, kështu janë, të bën një lloj barriere, ose të shohin, nuk e di si të shohin që sikur i zëvendin dikujt tjetër, sepse kush e di kë kanë në mendje, kë duan të suportojnë. Kjo ndodh. Do ishte shumë mirë që në politikë të ishin ata që vërtet e meritonin të ishin, por unë mendoj që rrallë janë ata njerëz që futen, sepse do vi një moment mërziten, stepen, sidomos gratë, ka pas momente dhe ka pasur shpesh, thosha, po për çfarë vi, për çfarë? Pastaj nuk është edhe në karakter, ajo është mision, sepse thua, po si të ta lë një gjë për gjysëm? Thënë, dhe kjo më ka bërë që të vazhdoj. Meritokracia është një nga problematikat që ne hasim shumë shpesh. Të gjitha studimet që bëjmë, intervistat me gratë, jo vetëm me gratë, funksionon për të gjithë, po ndjehet më rënd te gratë sepse për to është edhe më ashpër fusha e politikës. Nëse një stereotip që ti mendon se është për gratë në politik edhe do doje që të zhdukej, të mos ishte më. Ka ndonjë të tillë? Po sigurisht që ka. Mendoj se ato që i futen politikës janë gra, mbase të paraqitshme ose gra, por jo, janë ato gra që mendoj unë që janë të afta, të zonja që ta bëjnë atë. Se mendojnë po futen këto gra se thjesht, ose i kanë suportuar. Edhe këtë. Ka dikë gjithmonë nga mbrapa. Ka dikë patjetër nga mbrapa. Po jo, kjo mbështetja ime ka qenë në fillimet ka qenë thjesht nga baza. Pa ju futur, pa e menduar ndonjëherë politikën. Me shoqet e mia që kishin në politikë, ato e propozuan emrin që herën e parë që unë tisha në kryesinë atje ku unë adoroj të partisë. Dhe unë jam çuditur hera e parë, do me thënë që një grua si antare e kryesie të merrte më shumë vota dhe se te ai që do zgjidhej kryetar. Dhe kjo mbasi që për mua thua, pas kam mbështetje, sepse ambase unë i kisha shërbyer komunitetit në një farë mënyre në arsimimin e fëmijëve dhe kishin krijuar një besim, sepse qytetet paktën janë më të mbledhura dhe ta kuptojnë shërbimin, atë që ti u bën me gjithë zemër, me gjithë shpirt e fëmijët e tyre, dhe kjo mbase ishte që aty fjerake dhe menduan që do na përfaqësojnë mirë. Dhe kjo që një nxitje, them drejtën se nuk është se do isha futur ose kisha qëllim politikën. Kjo ishte një nxitje që mora kaq shumë vota sepse këta njerëz më pas kanë respektuar. Sepse politika dhe njerëzit edhe që janë brenda dhe jashtë politikës i duan të mirët. Thjesht janë ato barrierat sistemike që ne po mundohemi fort t'i largojmë vetëm për gratë, po për gjithë të mirët, se realisht kemi krijuar këtë mitin që nuk votojnë të mirët, nuk duan, realisht njerëzit i duan të mirët. Por është sistemi ndërtuar në mënyrë të tillë që gara shpeshherë nuk është e barabartë dhe kjo është një nga problematikat. Edhe duke folur pak për këtë pjesën e vështirësisë së politikës, e pastaj do flasim edhe për gjërat e bukura. Ne kemi një rubrikë që bëjmë këtu në podcastin ton që quhet Mit apo e vërtet. Dhe me një fjalë të vetme, ashtu siç është vështirë për të përgjigjur her pas here në politikë, do të themi nëse pyetja që unë do të them është mit apo është e vërtet. Mit apo e vërtet, me Suzana Nomani Rama, këshilltare bashkiake në Bashkinë Fier. Politika prek jetën private. Mit apo e vërtet? Mit. Një grua drejt për drejt në politik etiketohet më shpejt negativisht se sa një grua e cila i gjen mënyrat e komunikimit. E vërtet.
Arsimi privat ka më shumë mundësi suksesi se sa ai publik në Shqipëri. E vërtet. Solidariteti mes grave në politik është më shumë një slogan se sa një realitet. Është e vërtet. Politika vendore mund të ndikojë realisht në cilësinë e arsimit. Kjo është e vërtet. Kuotat gjinore në këshillat bashkiak kanë sjell një ndryshim real në fuqizimin e zërit të vajzave dhe grave. E vërtet. Politika vendore mbetet ende një hapësirë e dominuar nga burrat. E vërtet. Transparenca financiare në nivel vendor është e mjaftueshme dhe në nivele shumë të mira. Mit. Prioritetet buxhetore shpesh ndikohen më shumë nga politika se sa nga nevojat reale të qytetarëve. E vërtet. Politika është gjithmonë e varur nga interesat individuale. E vërtet. Shumë faleminderit dhe në fakt janë pyetje të cilat e bëjmë pak vështirë përgjigjen, se ne jemi mësuar t'i shpjegojmë, t'i analizojmë gjërat, por ndonjëherë duhet thjesht ai kartoni kuq apo ai jeshile, njësoj sikur votojmë nisma të ndryshme qoftë në Këshill Bashkiak, qoftë në parlament apo në instanca të tjera. Ne folëm pak më përpara për vështirësitë edhe sfidat e të bërit politik. Folëm gjithashtu edhe për nismat që keni bërë me aleancën, gjërat që keni arritur, po do doja një pyetje nga këto të fundit të ishte e lidhur me atë çka ty të ka dhënë kënaqësinë e të bërit politik, që ke thënë që tani që ndodhi kjo realisht ja vleti gjithë sakrificat dhe ja vleti gjithë ai mundi dhe te kalimi gjithë atyre të sfidave të politik bërjes në përgjithësi. Ka një moment të tillë, di që mund të ketë shumë, ndonjë nga këto eksperiencat e vogla. Kjo ndodh kur ti mbështet njerëzit në nevojë ose njerëzit që ty të kanë thënë thuaje na mbështet për diçka. Kanë qenë këto banesat sociale që jepen për njerëzit vërtet që janë në vështirësi shumë të mëdha. Dhe unë mbështeta 2 nga ato njerëzit që kishin vërtet shumë nevojë. Nuk e ke iden si më kanë pritur, si më kanë një mirënjohje jashtëzakonshme që thua sa mirë se ndikova tek ta, ose ndikova tek një rrugë që unë e ngrita zërin disa herë, ndikova tek ca bursa që ju dhanë atyre që vërtet kishin nevojë. Kështu që ka pasur të tilla momente që thua e ndjen mirënjohje, ja vlen të ndihmosh. Ja vlen politika? Ja vlen kur bën ndryshimin në jetën e njerëzve edhe kur realisht je një zë për ta. Ja vlen politika dhe edhe në pjesën e pyetjeve të mitos e vërtet rubrikës tonë thuhet shpesh që politika ka lidhje me interesat personale. Unë do të thoya që varet kush e bën politikën. Qofse bëjnë ata që hyn politikës për të qenë më të pushtetshëm personalisht, apo ata që hyn politikës realisht për të dhënë një kontribut. Dhe unë e di që ti je kategoria e dytë. Ata që futen politikës për dhënë një kontribut, për të mbajtur mend për mirë, themi gjithmonë në këtë botë, duhet bësh vetëm mirë dhe të mbash mend për mirë, se të gjithë të përkohshëm jemi në këtë jetë, nuk është se jemi, por ama luma ai që mbahet mend dhe bën mirë. Nuk e di është edhe me veten mirë. Mua më ndodh kjo. Kur edhe në profesionin dhe gjithmonë mirë, gjithmonë në mënyrë të barabartë, i trajtoj gjithë, dhe sepse ndihem shumë qetë. Nuk je me këtë që bëra diçka që ti nuk e përballon dot. Kështu që unë ndihem qetë kjo pjesë. Është një nga momentet më të bukura në pjesën e karrierës profesionale në arsim. Ju keni marrë shumë çmime, keni marrë shumë mirënjohje nga shumë njerëz, edhe unë e di se sa shumë i përkushtoheni edhe të rinjve në vetvete shkollës, po edhe kontributit që jepni në arsim. Ka qenë ndonjë moment shumë interesant që të ka mbetur? Ka marrë vërtet çmime, por të marrit të çmimeve të nxënësve ata sikur më mrekullojnë më shumë, më lumturojnë ajo pjesë. Marrin rezultate, shkëlqejnë në fushat e tyre, sepse janë 26 vite tashmë dhe ata kanë filluar dhe kontribojnë në fushat e ekonomisë në gjithë vendin. Dhe ti thua që ky
ky është, unë kam nxënës që janë bërë edhe politikan, janë bërë edhe deputet. Dhe them, mbase ka qenë ajo që Kam krijuar kolegët e së ardhmes. I mbështesim të gjithë nxënësit, i mbështesim sipas prirjeve, mundësive që ata kanë. Kështu që kur ata marrin çmime, olimpiadash, ata shkëlqejnë vërtet, ne mrekullohemi. Dhe janë të shumt nxënësit e shkollës normale. Janë shumë se them ndonjëherë duhet veçoj në një gjë vërtet nga gjithë rruga ime si në arsim, po janë kaq shumë sa Është realisht unë e kam, siç e thash, ne kemi patur bashkëpunime të panumërta me të rinjt atje dhe realisht janë të rinj që ndihet që kanë qenë të mbështetur dhe ndihet që janë ambicioz për të bërë më shumë, jo vetëm për veten e tyre, për komunitetin. Dhe kjo është një nga gjërat më të bukura. Pikërisht keni qenë ju. Rjeti Barazi në vendimarrje dhe Rjeti Hasan. Po, me ditën e solidaritetit. Sepse na ka mësuar dhe ne. Mbase në arsimi duhet ta ketë prioritet edhe biznesi, sepse këta nxënës nesër që mbarojnë tek ne patjetër do bëjnë edhe me bizneset e tyre. Kështu që ju keni ndikuar kaq mirë, por jo vetëm me bizneset, por për të kontribuar në komunitet. Kështu që ju keni ndikuar kaq mirë tek këta nxënës me këto konkurse që bëni, me promovimet që bëni, saqë me nismat e solidaritetit, ku ata kontribuojnë. Nxënësit, dy nisma, më duket kanë fituar nxënësit. Dhe ishin gati për të fituar të tretën. E bëjnë me shumë pasion dhe bëjnë me shumë dëshirë. Në 6 vite që bëhet Dita e Solidaritetit, ata janë realisht grupi më kontribuar aktiv. në pediatrinë e qytetit të Fierit dhe me mbështetjen e Rjetit Hasan dhe Barazi në vendimarrje dhe të shtëpisë së pleqëve në Fier. Kështu që ne kemi marrë nxënësit vetë janë ndier kaq mirë sepse kanë marrë bekimet e atyre njerëzve atje, atyre gjyshërve atje, apo të spitalit të fëmijëve që kanë kontribuar, për ata nesër mësohen me këtë kontribut. Pikërisht. Ata mësohen me vlera për të investuar dhe për të kontribuar sa më mirë. Kultura e solidaritetit që në fakt ne shqiptarët e kemi tërësisht natyrale, por që duhet investuar edhe më shumë tek brezat e rinj që ta njohin, edhe të mos e humbasin atë, unë e them gjithmonë, mos humbasin atë ndjesinë e bukur që ti ke kur je solidar, kur ndihmon dikë, kur bën aq sa mundesh. Dhe kjo është edhe ideja e ditës solidaritetit, që secili kontribon me një ditë punë në një kompani, me aq sa mundet, me një kontribut shumë të vogël, bëhet një nismë e cila realisht ndryshon jetën e dikujt. Po kjo është shumë e bukur me shumë kuptim. Kjo është shumë e bukur sepse ky është i gjithë mesazhi i solidaritetit. Shumë e bukur në bizneset ku ata kanë punuar, dhe atë kontribut pastaj ka shkuar tamam në komunitet. Kjo është shumë që nga ideja shumë e bukur, pastaj dhe është arritur dhe realizuar. Punoj me nxënësit edhe me të rinj në gjithë Shqipërinë dhe unë e them gjithmonë për te çdo gjëje profesionale që bëj, puna me të rinjt është ajo që më frymëzon realisht shumë. Më jep energji për të bërë gjithë gjërat e tjera që bëj gjatë kohës dhe jam e sigurt që edhe për juve është një gjë. Edhe disi më thonë, bëj debate ndonjëherë, kjo rini sot, jo i them, kjo rini sot është e mrekullueshme. Po të dish të punosh me ata, të komunikosh bukur me ata, të bësh gjëra që vërtet do u vlejnë nesër, ata janë të mrekullueshëm. Edhe duhet kenë një zë më të madhe në politik, edhe të dëgjohen më shumë. I shtym shpesh të jenë edhe pjesë e Këshillit Bashkiak, të marrin pjesë, të thonë mendimin e tyre, sepse është shumë e rëndësishme që t'i dëgjojmë, sepse kanë ide shumë të mira. Kanë ide, vërtet kanë ide. Edhe të rinjt, po edhe që fëmijët e vegjël, ku ne jemi munduar gjithmonë t'i angazhojmë edhe në proceset vendimarrëse që nga fëmijët e vegjël, e deri tek të rinjt se realisht mendimi i tyre vlen dhe duhet vlejë shumë edhe për vendimarrësit. Dhe me që jemi te kjo pjesë për ta mbyllur këtë bisedë, që në fakt unë do ta vazhdoja me orë të tëra, se është gjithmonë kënaqësi të dëgjoj. Do kisha një mesazh të fundit, qoftë për të rinj, qoftë për gratë, po qoftë për ata që realisht duan t'i futen politikës apo duan të japin në mënyra nga më të ndryshme edhe si qytetar një kontribut në komunitetin e tyre, ashtu siç ti bën prej vitesh. Patjetër. Do ju thosha grave, të rinjve,
besoni shumë të vetja juaj, jeni potencialet të jashtëzakonshme, po shfrytëzojeni atë potencial, I jepni më të mirën nga vetja juaj, që të arrini edhe pastaj të arrini atje ku ju të kontriboni për të ardhmen e këtij vendi, për Shqipërinë tonë. Do ishte shumë mirë. Dhe një nga njerëzit që e bën Shqipërinë tonë një vend më të mirë, ishte edhe e ftuara që kishim sot, zonja Suzana Numani Rama, e cila është një mikeshe mirë, një kontributore e zakonshme, jo vetëm në qytetin e vet, por edhe duke na frymëzuar edhe ne të tjerëve në gjithë nismat që bëjmë në vende të ndryshme të Shqipërisë. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që ishe me ne në këtë podcast dhe për këtë bisedë, dhe së bashku shihemi në episodin e radhës në Vox Politics, mundësuar dhe mbështetur për t'i dhënë zë vajzave dhe grave në politik nga Westminster Foundation for Democracy. Nga unë Edlira Qepani, shihemi së shpejti. Mirupafshim.